Aleatët e NATO-s po diskutojnë lehtësimin e rregullave për pilotët në mënyrë që t'i lejojnë ata të rrëzojnë avionët rusë, sipas një raporti nga Financial Times. Lajmi vjen ndërkohë që anëtarët e aleancës po shqyrtojnë një qasje më të hashpër kundër Moskës pas një valë shkeljesh të dyshuara të hapësirës ajrore, shtyllmeve me dron dhe komploteve sabotuese në Evropë. Tensionet NATO-Rusi po përkeqësohen ndërkohë që lufta në Ukrainë vazhdon dhe ekziston një rrezik në rritje i një konflikti të drejtë për drejtë mes Rusisë dhe NATO-s. Të dyja palët e kanë karakterizuar situatën aktuale si një formë lufte me njëra tjetrën, megjithse nuk ka patur asnjë deklaratë të tillë zyrtare as nga Rusia dhe as nga NATO. Financial Times, duke cituar 4 zyrtar të pa-identifikuar të NATO-s, thanë se aleatët po diskutojnë një përgjigje më të fuqishme ndaj veprimeve gjithnjë më provokuese ruse, duke përfshirë lehtësimin e kufizimeve për pilotët për të lejuar atyre të hapin zjarr ndaj avionëve rus dhe vendosjen e dronëve të armatosur përgjatë kufirit me Rusinë. Kostoja asimetrike e ngritjes me urgjencë të avionëve lufterak për të kapur dronët është një shqetësim i vazhdueshëm për aleancën, e cila po kërkon një zgjedhje të qëndrueshme financiarisht. Anëtarët e NATO-s në vijën e frontit me Rusinë, të mbështetur nga Franca dhe Britania, nisën diskutimet, të cilat që atëherë janë zgjeruar në një grup më të madh në aleancën me 32 anëtar. Presidenti amerikan Donald Trump tha muajin e kaluar se forcat e NATO-s duhet të hapin zjarr ndaj avionëve rus që shkelin territorin aleat. Një zëdhënës i Kremlinit ndërkohë tha se një retorikë e tillë shërben vetëm për të rritur armiqësitë.